Ndodhet vetëm 7 kilometra larg qytetit të Peshkopis, por fshati Zagrat është ndër më të harruarit në bashkinë Dibër. Dikur në këtë fshat jetonin mbi 70 familje, ndërsa sot kanë mbetur shumë pak. Arsyeja është e thjeshtë, mungesa totale e vëmendjes së pushtetit vendor ndër vite. I ndodhur më e marrjet si shumë fshatra të tjerë të Dibrës, edhe Zagrati ka premisa të bëhet fshat turistik, por investimet e kanë penguar. Banorët e pakët të mbetur aty thonë se 80% e fshatit është larguar, ndërsa kanë lënë pas rronohet e banesat të tyre. Banorët janë bërë bashkë dhe kanë investuar në rrugët e brendshme të fshatit, duke shtruar me beton, por deri në hyrje të fshatit rruga është si mos më keq. Banorët thonë se për fushat elektorale mbushen me premtime, por drejtuesit vendor sapo të marrin mandatin nuk duken më aty. Ka 12 familje, nga 17-12 se bebi rrugës kanë hik. Mos investimi i shtetit. Këtu ka që 35 vjet s'ka vu dër hiç. Për çfarë hiç? Me forcat toja dhe me ço poshtë. Kush të vin këtu? Jo, shkollë s'ka mbellat kret. Po me bime, me bujqësi. Me bujqësi. Ma tepër me bujqësi, këtë rrugën e kanë shtru këta familjartë. Me shpezimet veta. Mos e diskuto, s'ka bë kanalet e zeza, ja si janë, për takë. Për zgjedhje, po, për zgjedhje e bëjnë asfalt, po anaj harren. Këtu kanalet zeza s'kimi, që 35 vjetë. Si, me lule, me bujqësi ka pak, që shtu në kushtet vështira, në bujqësinë e dëmton e gërtojnat. Banorët të mbetur thonë se nëse nuk do të ketë investime që do t'i shërbejnë të ardhmen, atëherë ato do të largohen si gjithë bashkëfshatarët e tjerë.